Habit studimi. Nëse vuani nga kjo sëmundje, duhet të hani menjëherë domate. Sipas një studimi të fundit shkencor, likopeni mund të ndihmojë në reduktimin e disa formave të radikaleve të lira, siç janë edhe ato të problemeve të prostatës. Në një studim të Universitetit të Harvardit me më shumë se 40.000 vullnetar, studiuesit e zbuluan se burrat që hanin më shumë porcione me ushqim me bazë domate, të tilla si domate të gatuara, salca ose sallata, kishin një risk 35% më të ulët të zhvillimit të problemeve të prostatës se ata persona të cilët nuk i konsumonin ato. Gjithashtu është zbuluar për përfitimet e likopenit që ndihmojnë gjithashtu edhe në rastin e problemeve të avancuara të prostatës tek meshkujt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në një studim tjetër nga studiuesit e problemeve të prostatës, ata shikuan nivelet e likopenit në gjak dhe zbuluan se risku i zhvillimit të problemeve të prostatës, një formë e veçantë agresive, zvogëlohet me rritjen e marrjes së likopenit në dietën tuaj. Sipas studiuesve, meshkujt që konsumojnë 50 mg likopen në ditë kishin një risk më të ulët të zhvillimit të problemeve të prostatës. Në këtë studim, studiuesit zbuluan se nivelet e larta të likopenit shoqëroheshin me nivelet të ulta të agjentëve specifik të prostatës, nivelet të larta të agjentëve në gjak që shpesh reduktojnin edhe këto komplikacione. Në fakt, ky uluntim tregoi se likopeni përthithet më mirë nga trupi kur domatet janë të përpunuara ose të papërpunuara. Kjo për faktin se likopeni është ngjitur në strukturën qelizore të domates dhe mund të merrni gjithashtu përfitimet e tyre në dobi të shëndetit. Domatet janë në lidhje edhe me likopenin, i cili ka përfitime të shëndetshme për mbrojtjen e organizmit dhe rritjen e vlerave të trupit tuaj në tërësi, citon studimi. Por cilat janë benefitet e konsumit të domates në dietën tuaj? Sipas Health.com, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i domateve. Ato janë të pasura me lëndë të larta ushqyese. Domatet janë të pasura me vitaminën C, e cila është thelbësore për forcimin e sistemit imunitar. Përmirëson gjithashtu shëndetin e lëkurës, mbron shëndetin tuaj nga radikalet e lira. Ajo përmban gjithashtu edhe vitaminën K, vitaminën A, gjithashtu kalium dhe folat, të cilat luajnë një rol kyç për ruajtjen e shëndetit të kockave, shikimin dhe funksionet normale të sistemit nervor. Domatet kanë antioksidant të fuqishëm. Një nga përbërësit më të rëndësishëm të domates është likopeni, një antioksidant natyral që u jep atyre ngjyrën e kuqe. Likopeni ka përfitime të shumta në dobi të shëndetit, duke përfshirë uljen e riskut të problemeve kronike siç janë ato të prostatës, neutralizon problemet e shëndetit të zemrës dhe degenerimit makular. Konsumi i rregullt i domates mund të ndihmojë në neutralizimin e problemit të radikaleve të lira, të cilat mund të ulin gjithashtu nivelet e stresit dhe problemeve oksidative. Domatet do të ndihmojnë ndjeshëm në shëndetin tuaj të lëkurës. Domatet janë të shkëlqyera për lëkurën tuaj për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës C dhe të likopenit. Vitamina C është e nevojshme për prodhimin e kolagjenit, një proteinë e cila ju ndihmon edhe në mbrojtjen e lëkurës nga dëmi i rrezëve ultraviolet dhe shfaqjen e rrullave. Ndaj, përfitimet të tilla të domates do të jenë fantastike edhe për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre, citoi studimi. Domatet janë të mira gjithashtu edhe për rregullimin e presionit të gjakut. Domatet janë një burim shumë i shkëlqyer i kaliumit, një mineral që luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e presionit të gjakut. Kaliumi ndihmon në balancimin e niveleve të natriumit në gjak, gjë që mund të ndihmojë në ruajtjen e presionit normal të gjakut dhe balancimin e problemeve të hipertensionit. Ndaj, përfitimet të tilla të saj do të jenë një mburojë fantastike edhe kundër problemeve me presionin e lartë. Domatet mund të mbështesin gjithashtu edhe organizmin tuaj në mënyrë të plotë, sidomos në sistemin tuaj tretës.
Domatet janë të pasura me fibra, të cilat janë thelbësore për sistemin e shëndetit të tretjes. Fibrat ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit tretës dhe rregullojnë dhe parandalojnë edhe problemet të ndryshme të kapslloku dhe promovojnë florën e shëndetshme të zorrëve, duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e tyre, citoi studimi. Ekspertët këshillojnë konsumin e domateve të freskëta vazhdimisht në dietën tuaj, si një element pozitiv në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Domatet janë fantastike në dobi të shëndetit dhe si të tilla duhet të konsumohen në mënyrë të rregullt, në mënyrë që ato të parandalojnë krijimin e njësër komplikacionesh. Domatet janë të lidhura me një përmbajtje të quajtur likopen, i cili ka përfitime të shumta shëndetësore. Në fakt, si çdo perime tjetër, ky frut i kuq përmban likopen, si një zgjidhje fantastike në dobi të mbrojtjes së organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e domates, sigurohuni ta konsumoni atë në dietën tuaj në mënyrë të plotë. Kështu, përfitimet e saj do të jenë mbreslënse. Ja se si, likopeni mund të ndihmojë në trupin e njeriut dhe mund të ofrojë shumë përfitime. Mund të ndihmojë në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Sipas këtij studimi, domatet mund të ndihmojnë edhe në mbrojtjen e lëkurës kundër rrezeve të dëmshme ultravjollc dhe të ulë riskun e djegjes nga dielli. Studiuesit besojnë se kjo mund të vijë për shkak të përmbajtjes së lartë të karotenoideve, të cilat ofrojnë edhe kompletin e likopenit, një element shumë i rëndësishëm në dietën tuaj i cili, përveç se do t'japë rezultate të mira për shëndetin, do të mbrojë edhe lëkurën tuaj kundër rrezeve të diellit. Domatet janë fantastike gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Likopeni është një antioksidues i cili do të ndihmojë në mbrojtjen e qelizave tuaja të zemrës, kryesisht kundër problemeve të oksidimit. Disa studime sugjerojnë se njerëzit të cilët konsumojnë likopen kanë një risk më të ulët për të vuajtur nga sëmundjet të zemrës, siç janë për shembull edhe diabeti, goditja në true e të tjera. Likopeni gjithashtu mund të luajë një rol pozitiv edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq si dhe të presionit të gjakut. Si rezultat, shanset tuaja për sëmundje të zemrës mund të zvogëlohen gjithashtu. Plus, domatet janë një burim i pasur i vitaminave dhe lëndëve ushqyese të tjera të tilla si vitaminat B, vitamina E dhe flavonoidet, të cilat cilësohen si element fantastik në përmirësimin e shëndetit tuaj të zemrës. Domatet janë fantastike edhe për shëndetin tuaj të syve. Përveç likopenit, domatet përmbajnë lëndë ushqyese të tjera si lutein dhe beta-karoten, të cilat janë mjaft të rëndësishme për shëndetin e syve tuaj. Ullumtimet sugjerojnë se këto lëndë ushqyese mbrojnë shëndetin e syve nga sëmundjet të tilla si katarakti, ndërsa mbështesin shëndetin tuaj të përgjithshëm të shikimit. Domatet përmbajnë gjithashtu edhe substanca, në veçanti zeakanthin dhe lutein që janë të dobishme në mbrojtjen e shikimit nga drita blu e emetuar nga pajisjet digjitale, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në retinën tuaj të syrit duke e dobësuar kështu atë. Domatet mund të cilësohen fantastike edhe në rritjen e vlerave të sistemit tuaj imunitar. Duke furnizuar trupin tuaj me likopen, i cili vepron si antioksidant, ju mund të reduktoni molekulat e quajtura radikale të lira, që mund të dëmtojnë qelizat tuaja dhe të dobësojnë sistemin tuaj imunitar. Kjo është një arsye përse substancat që përmban domatja mund të ulin riskun e problemeve të mushkrive, prostatës dhe stomakut. Domatet janë fantastike në dietën tuaj nëse doni të përmirësoni gjithashtu edhe shëndetin e kockave. Sipas Healthline janë një nga produktet më të mira ushqyese për shëndetin e nyjeve. Domatet promovojnë shëndetin e kockave tuaja. Ato janë një burim i mirë i substancave që forcojnë kockat, siç është vitamina K, kalciumi, që jo vetëm mund t'i mbajnë kockat tuaja të forta, por ndihmojnë edhe në rindërtimin e tyre falë vitaminës K dhe elementëve ushqyes që ato i përmbajnë me shumicë. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.